Sa i shtyn këta domethënë që të miratojnë ligje të tilla për të japin drejt tyre LGBTQTPTC. Garrisha pikla pa i. Dhe sa u del pensioni aty? U dali pensioni me streset ti kur dalin pensioni. S'marrë pension shqiptar. Do këtu, sa lek do? Nje, prit, se... Sa pension merrni? Unë pension marrë 700.000. Merrni jashtë, apo këtu? Këtu, ore. Pse, habitesh? Ke qenë kryeminist, ke qenë? Unë kam qenë president, kam qenë kryeministër. Urdhëro. Sot, unë marrë 700.000 lek. Kokra më kokr. Ti do të fishohet pensionin 2027. Mua do më vej 2 milion. Urdhëro. Allah. Ego letër, Qa punë ke bërë një? Ata, këta do të dishti, kaj do të dishti, se qa punë ka bërë, di unë. Unë sot marrë 700.000. Kokra më kokra. E merë veshti, edhe jam i shumë i kënaqur. Qa? 700.000 lekë ka pension. Risi pasha, Hasi pasha, edhe me gjira takoj me shok, me miq, me i muhabet, da ta gëzoj. Moshatarët e tu, pse ankohen? Pse ankohen moshatarët e tu? Kush ankohet? Ta që thonë s'kemi pension, të resi pension. S'ka paguar asigurimet ata. Shokve tu ja paguan ti kafet? Unë? Po të ullet me mua? Po, ja paguaj unë. I themë, qa do të pish? Kafe, thëtaj. Kafe, na dhe një raki. Edhe i raki. Na dhe një paket. Shishi. Po, Hajde na doli sot, e një pim kafe? Hajde një të japu vlaj. Unë jam i shumë i kënaqur me pensionin, marrë 700.000 lek. Kam punuar kuadër shteti. Kam dalë në pension në 2009, e deri më sot, ja. Drejtor. Qoheq? Rëndonë? Jo, nuk i kime vrapja. No. E kuptojnë? Jam shumë. E ke me lega do të më të? Jo, lërti me këtu. Të një bëjë dhe. Zemra, zemë për portofolja di e plago. Taj vimi. Kështu që... Gruën e kam pension. Edhe 700, Ja, me 300.000 lek me në, s'ka mësu se ka qenë, cikë gjurë. A ka qenë mësu se ti drejtorë? Kemi qenë, kam baruar shkollën e lartë në 25 korrik 1973. Kam dalë në pension në 2009. Urdhër. Ke pas rritje vazhdimisht? A të dimna? Qa do të? Po ti marrë leke të burë? Jo, sa lek do? Sa lek do, t'ja pun. Sa lek do? Sa leke me vete? Sa lek do ti? Sa leke me vete? Ma qish kose, përse gjëtë. Urdhër. Sa lek do? Ti s'marrë pension shqiptar? Do këtu, sa lek do? Nje. Nga to që dalin kështu ke për... Prit, pëse me kërë. Sa lek do? Ja! A pra vjeri? A vash, sa lek do? Urdhër. Banga Shqipëris, te banga ishe tani? O, të di unë. A të di ti? Ska? Na thuj mendim për këtë ligjin e barazisë gjinore. Me që ke qenë kuadro, ke qenë kështu. Me ligjin e barazisë gjinore, qa mendimi ke? Shumë mirë. Ja zakonisht mirë. Nuk, as do një barazi gjinore, burre grua ka, qa do? Qa me gomardove mi? Shë thonë ata? Kush thonë ata? Ligjin e ri që miratuan parlament për barazin gjinore. Prindi 1, prindi 2, prindi 3. Kush e do më hoj unë e baban? Thot aji? Ose, po ta thëmë. Të më hoj unë e baban e motrën e vlane? E nipin e mbesën? Ligji kështu thot? Po qa, ligji e berë Maliqi. Kush është Maliqi? Maliqi e mund. Po nëse ti do t'i përtasë fëmijës, do t'i fuzë shpullë, shtëpia ai qanë, vetë ankohet të policia, vjen policia ta merë. Le t'agohet. Vjen ta merë. Këtë do marri? Fëmijë. Jo, dhuna... Po klasim nga ligji? Jo, në Amerikë, unë vete shpesh. Ligjet në Amerikë janë shumë të forta për fëmijët. Po këtë ligjë se kam pranuar? Prit. Nuk mund t'a lesh fëmijën e vogël, fëmijën
në karrocë brenda maqine dhe vesh psonis. Të vjeta mirë policia edhe pse e ke lënë, e ke braktisur fëmijën, e të fut në burg. Qose në rrugë shkon, edhe ai fëmija qasë, fëmija është. Ose ti heqi shpull, ti ti raporton në shkollën e Filavend, në një prind ke i trato fëmijën, vjen klap tyja, dëng brenda. Atë ani, kjo është në Amerikë. Unë nuk i dinja, atë i mësova. Kisha nipin, edhe më qante aji, ama njëzë ku kaloni shikoni mua, dhe më ndeshore. A i thosha do kalon këtej, unë thosha do kalon këtej, a i qante. Dhe më dhe unë nuk i dija, po ati i mësova. Ja, Edhe këto ashtu do bëjmë. Ato se ti se që do bëjmë. Ti je dakord me këtë që sapo the që të miratohet në Shqipëri, të vendosë një ligj i tillë? Dëgjo. Ligji unë nuk e di, po barazia gjinore, Gorica Pikla, burri dhe gruaja, femra me mashkullin, jo femra me femër, edhe mashkulli me mashkull. Ku? Që përfenden ata? Këta thonë. Ti e di, ti e gazetar, he? Burri me gruan edhe kaq, baro filmi. Kaq, burri me gruan. Po këta pse duan ta ndryshojnë këtë gjë? Atë se di, atë nuk e di. Çfarë shtyn këta që të bëjnë veprime të tilla? A? Çfarë shtyn këta domethënë që të miratojnë ligje të tilla për të japin drejt tyre LGBT QTPT çfarë? Gorica Pikla pa ikë, i ka marrë atë. Ata marrin lekë valla në shtet. Edhe një poten. Dje sa u del pensioni atyre. U dali pensioni me streset ti kur dalin pensioni. Atyre. Sot është, ka qenë, që do jetë burr grua. Kaq. Burr grua, këtë martes. Kush i shtyn këta që të miratojnë ligjet të tilla? Madje Berisha vetë. Ore ti do martohesh? Çfarë do martohesh? Me këtë do martohesh? Unë jam rregull. Unë jam kundër tyre. Po këta që i miratojnë. Po prapë Martohet grua me gruan. pse i fusin këto ligje? Igor Dërgjë. Shakënaqë. Me madorën tani? Respekte. Jemi Je të mrekullueshëm. gigant. Para viteve 90. Një punonjës merte 1 euro në muaj, dhe me thonë, me vlerën e sotme, se i bitë 30 lek, 3 lek, 3 merte, dhe me thonë, dit, në punë, në kooperativ. Dhe me thonë, 30 dit, i bitë 1000 lek. Edhe tani, pensioni shkote në 500 lek, 700 lek, dhe me thonë, në muaj. Sot, një pensionist e ka për shembull 230 afërsisht, dhe me thonë, rëgën. Kemi një rritje me 200 herë pensioneve nga sistemi kooperativist në ditët e sotme, dhe me thonë, që është rritur 230 fish në asnjë vend botës. Okej, duke qenë se është rritur 230 fish, ti me 220.000 lekë, ja del dot muajin? Po të thashmë se ja dalin më smiri pasi... Ne po flasim ato që deklarohet, Po, për deklarim. Që ka po Ministër Ekonomie ke partijës... Për ata dhe me thonë që ata jetojnë më mirë se sa ne që punojmë, urla. Pensionistët. Pensionistët, çdo gjë e kanë në rregull. I kalen pushimet jashtë shtetit, i kalen në Athinë, i kalen në Itali. Ka që morin pension edhe në BE edhe këtu, nuk e lën pensioni këtu. Në BE morin minimum jetik 1000 euro sa e Ka ka. dhënë ai lek Rama që ka qenë në Itali. Më vllaz, unë i përjetoj, unë aty kam çdo ditë i kam në Francë, i kam pensionistë, dhe unë i di. Pensionistat shqiptar që marrin pension pra. I ndihmojnë në përthime se ngelin rrugëve, dhe me thonë, i orientoj, edhe ata mi shpjegojnë gjitha gjërat,